Përshëndetje miq, sot do bëj një crostata. Na duhet 300 gram miell, 120 gram gjallë, 120 gram sheqer, edhe një kokër e gjys vezë, jo 2, do t'i hedhim një të plot edhe një vetëm të verdhë. Atëherë hedhim mielin. Ja është edhe mielli. Vendosim gjallëpin, unë kam shkrirë vetëm pak fare. Edhe do ta ashtu, do ta përgatisim shumë e duar. Gazojmë avash derisa të rri të rri mielli kështu. Tani do hedhim sheqerin. Kushdo mund ta hedhë dhe 100 gram sheqer, nuk është e detyruar që të hedhim nëse s'bën 120 gram, me kush e don pak më të embël, po që doza është kjo. E shkoni si herdi? Tani do hedhim vezët. Si thash, një do të hedhim të plot dhe një tjetër do hedhim vetëm të verdhën. Këtë do ta përdor për diçka tjetër pastaj, se më duhet. Kjo e bardha. Do bëj një 2 biskota. Tani do ikim të lajmëduar. Tani vazhdojmë t'i trazojmë. Këtë mësirë më bëj vetëm për burrin, se ai mësirat e tjera nuk i ha dhe i pëlqen vetëm kjo. Besoj se do vi super. Tani duhet ta punoj me dorë të gjithë, që të na vi sì, ho tolto. Allora lo provo un attimo. Due tabelle sempre tutte, siamo uguali. Proviamolo, speriamo ci possa piacere, perché Ja dhe pasta frollo e bëm. Këto nuk do t'i hedhim poshtë, se na duhet. Na duhet që ta zbukurojmë lartë. Do ta bëjmë një të gjithë. Tani do t'jedhim të marmelatën, që është
şeker. Ay daha bir tane. Bir tane bir diğeri marmelat. Con la brucia. Andrea, vedi che quel bagno al giorno male. No ragazzi, sono qui per Giacalone. Solo voi potete aiutarci. Dunque, io non ho visto nessuno. Nu ki ide tas lievito, të themi plurus fryrus, tadini. Se pas tas frola nuk do. La mamma che oggi mi sono fatta. Nella storia della Sicilia è una vergogna simile. Ma se noi siciliani non ci fossimo aiutati tra di noi da sempre, che cosa saremmo oggi? Degli europei come a tutti gli altri. Wow! Vergogna. Nu pëlqen. Dove ragazzi? Ma chi è questo giocatore? Non sarà troppo lungo. Ne troveranno una scorsa trovare. No, io non ci entro in un cassonetto milanese. E infatti questo è un cassonetto siciliano. Hanno localizzato, li costruiscono. Pure io, Mi siete proprio in alcune registrazioni.